Të rinjtë e Hasit po tregojnë se arti dhe kultura mbeten pjesë e pandare e identitetit të tyre, duke shkëlqyer në dy fusha të veçanta, dramatizimi dhe interpretimi në çifteli. Në aktivitetet e zhvilluara në këto qytet, ata kanë sjellë në skenë pjesë teatrale me tematikë sociale dhe historike, si dhe kanë interpretuar me pasion muzikën tradicionale hasiane. Momentin që unë kam vendosur të marr pjesë në aktivitete, kam menduar dhe kam hekur të gjitha emocionet, sepse kur unë dramatizoj, merr me këto pjesë, më duket se jam më lehtësuar dhe jam shumë e kënaqur të marr pjesë në këto aktivitete. Ne kemi shumë dëshirë që të arrijmë dhe të bëjmë krenar vendin tonë si Has, edhe pavarësisht që është një vend i vogël, të dëshmojmë se ai ka talent të plot dhe të ri. Në Has, çiftelia nuk është vetëm një instrument muzikor, por një simbol i traditës dhe trashëgimisë kulturore. Të rinjt që interpretojnë atë me mjeshtri tregojnë se kjo pasuri po përcillet brez pas brezi, duke ruajtur vlerat e muzikës popullore. Me pak emocione po arritëm një dalë, kemi marrë pjesë në aktivitete, si jashtë vendit dhe brenda vendit në Shqipëri. Dhe jemi vlerësuar me çmime. Aktivitetet kulturore në Has po japin hapësirë të rinjve për të shprehur talentin e tyre, duke kthyer këtë qytet në një qendër të vogël të artit dhe traditës në veri të Shqipërisë.